Dhoma e tregtisë dhe industrisë e Kosovës ka ndërmarrë një nismë urgjente për të mbrojtur interesin e bizneseve dhe për të parandaluar pasoja të rënda që mund të sjellë liberalizimi i shpejtë i tregut të energjisë, i planifikuar të hyjë në fuqi nga 1 qershori 2025, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji. Ky vendim pritet të sjellë rritje të menjëhershme dhe të mëdha të kostos së energjisë për sektorin privat prej 260%, duke rrezikuar qëndrueshmërinë financiare të bizneseve, mira vende pune, konkurrueshmërinë në tregun rajonal dhe gjithë zinxhirin ekonomik të vendit. Kjo është një çështje urgjente dhe e përbashkët që kërkon reagim të menjëhershëm. Andaj ju ftojmë të bashkoheni në nënshkrimin e peticionit për të kundërshtuar këtë vendim dhe për të kërkuar nga institucionet shtyrjen e afatit të liberalizimit, krijimin e një tregu të rregulluar dhe të drejtë, sigurimin e një tranzicioni të kontrolluar dhe të qëndrueshëm për bizneset. Zëri juaj është thelbësor dhe vetëm të bashkuar mund të dërgojmë një mesazh të fuqishëm dhe të qartë. Jo në dëm të bizneseve, jo në rritje të papërballueshme të kostove. Veproni tani, mbroni të ardhmen e biznesit tuaj.